shumica e dyfisht. Shumica e cilësuar e dyfisht, që i bie 80 deputet duhet të votojnë pro, përfshirë edhe 2/3, pra 14 deputet të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Po e zëm hipotetikisht që gjithë po pajtohen për një ndryshim të tillë kushtetues, megjithatë votimi në kuvend pro ndryshimeve nuk bën që ato ndryshime të hyjnë në fuqi. Duhet të shkohet në gjykatën kushtetuese, të dërgohen të gjitha amandamentet për kontroll paraprak të kushtetutshmërisë, siç e paraqe edhe neni 144 paragrafi 3 i kushtetutës, dhe aty gjykata kushtetuese duhet të vlerësojë nëse ndryshimet e propozuara e paksojnë ndonjë të drejtë e cila garantohet me kapitullin 2 të kushtetutës, që i bie të drejtat dhe lirit themelore të njeriut. Edhe aty do ta marrë një kohë vlerësimi i gjykatës kushtetuese. Po e zëm që edhe këto në kuptimin procedural u rregulluan, u konstatua që nuk ka ndonjë shkelje të kushtetutës lidhur me këto propozime. Unë mendoj që ndryshimet kushtetuese janë ndër gjërat më serioze që mund të ndodhin në shtet, sepse kushtetuta është edhe pakt social, jo vetëm një dokument juridik. Dhe çdo lloj prekje në kushtetut mund të ketë reperkusione, mund të ketë pasoja afatgjate. Unë mendoj që ndryshimi i formës së zgjedhjes së presidentit do të afektojë gjithë sistemin kushtetues të Kosovës. Pra nuk besoj se... A jep për shembull funksion ekzekutiv presidentit nëse zgjedhet drejt për drejt nga populli? Me automatizëm nuk jep nëse shtohet vetëm neni apo ndryshohet vetëm neni i zgjedhjes së presidentit, këtë rast neni 86. Mirë po ku është çështja tani, një president që do të marrë legjitimitet popullor, nesër pas nesër mund